Elbasani është një ndër qarqet me numrin më të lartë të prekurve nga tumoret. Rreth 80 gra janë diagnostikuar me kancer gjiri gjatë 8 muajve të parë të vitit. Mjekët flasin për shtim të rasteve në moshë të re dhe mbi 75 vjeç. Vëm re një numër më të shtuar të grave të cilat paraqiten në stade të para, por që janë mosha të reja, poshtë 40 vjeç, dhe një numër më i shtuar ke moshat e treta, mbi 70 apo 75 vjeç. Kjo është e pazakontë, sepse vetë kanceri i gjirit, moshën kur frekuenton më shumë gratë janë mosha e peri dhe menopauzës, që do thot 45 deri në 50 vjeç. Ndërgjegjësimi grave për kryerjen e kontrolleve sipas mjekëve është rritur dhe kjo ka mundësuar kapjen e sëmundjes në fazat e hershme, kur dhe trajtimi është më efikas. Ajo që është risi dhe që mund të themi është që janë shtuar stadet e para të kapjes së sëmundjes, kjo fal gjithë informacionit që ne japim vazhdimisht, dhe sëmundja po kapet në faza më të hershme. Tetori, muaji i sensibilizimit për kancerin e gjirit është në fundin e tij, por mjekët apelojnë që kontrollet për zbulimin e sëmundjes të mos përqendrohen vetëm në një muaj, por të kryhen gjatë të gjithë vitit.